Mëse ka marrë dikush të sipër albet me na therën të rejës trumbullakët. Si që murën vesh se njoni në ka qu selam me dalë në televizor me i bisedu disa punë. Me kejtë o gjallarët po respektivisht me Molla Jakupin. Edhe unë po i baj selam këtu privati qova këtu po i baj selam. Kush është gati me neve me dalë me i diskutu qeshin në televizor, duhet me u bo gati për 73 orë biset pa ndërpre. Mos po dëmë dikush me dalë gjimësore apo një orë me bisedu në televizor me neve. Na s'jemit një orës. 73 orë pa ndërpre, pa ongër, pa pi, pa flet, kush është gati me diskutu para popullit me neve du të me dalë në televizor. Mos po dëmë dikush me dalë në televizor me bisedu me neve, na falni, nuk ban me prish rendin, këtu do të majmë qëtësien, të majmë rendin, pyqjet me rend, përgjitjet me rend, për një pyqje një gjisën përgjitje, mos po dëmë dikush me fol me neve kështua. Kush dënë me dalë me neve në televizor me diskutu në trijes, duhet me i hek pikat, edhe 2 pikat, edhe presjen, pik pyqjen, pik qudicën, kejt këto 3 pikat, kejt duhet me i hek se na nuk kemi as pik, as presje, as 2 pik, as pik qudicë, as pik pyqje, kejt këto kur diskutoj me i hekmi. Qka me diskutu mara i mjerë, mara i vëbëkt në televizor ti? Qka po dënë mara ti me diskutu në televizor mara i marum? O ti që t'ka lind nona musliman, e t'ka lind baba musliman, ke shko mara janë të arsu në shëqatën e Jehovas cajgën, janë të arsu në shëqatën e dëshmitarve të Jehovas për me i bo shqiptarët jehudi mara i marum, po thirë ti Molla Jakupin me folë në televizor? Me bisedu ti me ta në televizor? A je gati mërtit për 4 muj me diskutu pa ndërpreme ka 4 sa gjumë dite? Hasë mëra lërgohë prej ullës. Paguje një njeri me paret fshije me netëll prej gjadës teke. Hasë shko jep ja dikuj pas marka me të qitë në kantën e bërlokit. Turpnov, shko thuj të shpia jote astagfirullah. Thuj, o zot ma falë në mesin e kësaj shoqënie islame muslimane shqiptare në Maqedoni, të cilën shoqëni e vizituan dietarët mëlloj botnor edhe thanë se e kemi pa islamin në të vetmin e kemi pa në Maqedoni të shqiptarët. Kështu thanë. Kush kaloj këtu pari në lavdroj, na tha se ishin njerëzit butë, na tha se ishin shumë sinqert, na tha se shumë ishin të ndershëm, na tha se ishin shumë mikpritës, na tha se ishin shumë human. Shumë human po i ipshin dinarin, sa po bëjshin konak, po i ipshin t'lella, po sakrifikojshin kur duhet. E marat ti që ke shku dëshmitarve të Jehovës me u bo antar, e me i thirë muslimanët me i bo jahudi, e ato dëshëqate e dëshmitarve të Jehovës e ka parim. Ato e kanë më duket se s'kam lezu për to shumën e ndoshta eventualisht një 700-800 copa libra. Ato më duket se e kanë qendrën Brooklyn të New Yorkut. Ashtu më duket edhe prej parimeve të ative si mës t'jem t'la kune shumë helbete, prej parimeve të ative është se gjennetin këtë dynjo është. E si tjetë gjennetin këtë dynjo pra o ti, unë kam një bache një ke gjimës, gjimësa është me ferramagari, gjimësa me ferraqalije, ti mut laka, ti do t'hysh. Masi gjennetin këtë dynjo është pra. Parimi i dëshmitarve të Jehovës, se gjenneti janë këtë dynjo, është parimi që i futve, mason të cilët mendojnë, se gjenneti thojnë, a ditë kur botat bëhen kejt jehud, a ditë a realizu gjenneti. Kur botat bëhen kejt jehudi, a ditë e gjenneti apo, që asa i thojnë ato gjennet, o i fshim. Freskohu, trazoh e lezo, trazoh e shiqo, tuf o shuf, arapët e ka një fjallë popullore, thojnë, ban tavaf e shif. Ban tavaf e shif hec pak. Nuk ashtë bol. Unë e di që të njerës që thojnë, që si kalibri, si ki, janë, thojnë, intelektual, bëjan me avnum një këm, unë midis, këto janë intelektual të fort. Të njerës, bëhen i dare, me lezim, dveqerit. Këto janë të regull lezimin e veqerit. Këto lezojnë nash vesnikin me regull, nash vesnik, lajmët e tona.
Lajmët e tona, këto e lexojnë me rregull, edhe na përmet kësaj din shumë këto. Këto nuk e kanë lexuar fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu në suratul Kahf, ku Allahu përfundon hemen surën dhe thot: "Qul law kana al-bahru midada." Thuju, nëse detnat e kësaj bote janë ngjyrë. Sa? قل لو كان البحر مدادا لكلماتي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Detnat sosën shumë herë, edhe shterën shumë herë, edhe se drujt i shëndrojnë gjithë në laps, kejt shkruhet në letër, e shterën shumë herë, nuk shterën fjalë të Allahu xhalla xhelaluhu.